Ndërkohë, do të ndalemi tek ngjarja e rëndë ndodhur në Shkodër, aty ku një turist ka vrarë bashkëshorten e tij, turist amerikan. Kam kolegun Gjergj Teodor të përshëndes, më sill detajet më të fundit lidhur me këtë ngjarje. Në fakt më shumë detaja janë zbuluar sa i takon çiftit amerikan i cili ishte vendosur në Shqipëri që me datë 26 mars. Ato kanë mbërritur, paktën nga sa kemi parë në rrjetet e tyre sociale, ata kanë mbërritur në aeroportin Nën Tereza me datë 26 mars, ndërsa le të themi tek kalimi që kemi bërë në profilin e tyre, ato rezulton që të kenë pasur një jetë lundur, por shionin pushimet në Shqipëri, ishin qenë në disa qytetet e Shqipërisë për të vendosur më pas me destinacion qytetin e Shkodrës. Është e rëndësishme në fakt për të theksuar që dyshohet që ato të kenë qenë në gjendje të rënduar pas përdorimit të alkoolit apo substancave të tjera, të cilët mund të kenë ndikuar në degradimin e përplasjes fizike që ata kanë pasur mes njëri tjetrit. Faktimi, siç e kemi raportuar në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme, rreth orës 9:30 minuta 10, çifti amerikan pas një debati në lagjën e Gjuhadolit në zemër të zonës turistike në qytetin e Shkodrës, bashkëshorti ka qelluar disa herë me mjet parastik bashkëshorten, duke lënë të vdekur në vend, ndërsa më pas në gjendje të rënduar psikologjike ai ka tentuar të jap fund jetës së tij duke tentuar që të presë damarët me mjet parastik, por që nuk ja ka dalë pasi pas ndërhyrjes ambulancës është bërë shoqërimi i tij, siç kemi mundur që ta shohim edhe në pamjet e servira në ku shihet se ai është i mbuluar me xhak, është i zhveshur, i mbuluar me xhak dhe duket edhe dora e tij e fashuar, ku duket se është dhënë ndihma parë e bluzave të bardha të Shkodrës. Më pas është shoqëruar në Spitalin Rajonal të Shkodrës, ku është jashtë rrezikut për jetën, ndërsa ka pranuar edhe krimin, pra tashmë zyrtarisht mund të themi që është autor i vrasjes së bashkëshortes së tij, ndërsa policia po vjen hetime të rreth shkaqeve të kësaj ngjarje të rëndë. Deri në këtë moment, siç e thash, në rrjetet sociale raportohet nga ajo çfarë kemi mundur që të shohim, raportohet për një marrëdhënie të mirë, jo problematike, dhe çifti amerikan dollej me pushime në Shqipëri. Ato kishin edhe qenin që kryenin shëtitje në pedonalet e Shkodrës, por siç e thash, ka vizituar edhe qytetet të tjera të Shqipërisë si në jug, në Tiranë, por edhe veriu i Shqipërisë, dhe më pas të vendosur në le të themi në banesën e tyre të marrë me qira në platformet Booking dhe Airbnb në zonën e pedonales së Gjuhadolit në qytetin e Shkodrës. Kjo është pak a shumë dinamika e ngjarjes themi, ku duhet thënë që paktën dyshohet që ngjarjet kanë ndodhur në gjatësi e sipër e ndikuar edhe nga substancat të tjera që mund të kenë qenë në efekt të bashkëshortit që ka qenë në autoritet. Teodor, shumë faleminderit për gjithë detajet që solle, do të jemi sërish bashkë nëse kesh detaje të tjera. Faleminderit shumë. Ndërkohë, shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish.